Në mungesë të kontrolleve periodike dhe standardeve të sigurisë, tregtimi i paligjshëm i gazit të lëngshëm mbetet një rrezik serioz për jetën dhe për pronën. Shpërndarja e bombulave të gazit të pakolauduara, që mbushen jashtë çdo kriteri, shpesh ka sjell pasoja të rënda që kanë shkuar deri në humbje jete. Ky treg ilegal ulëzon prej 3 dekadash në hundën e institucioneve, siç është rasti i këtij aktiviteti të paligjshëm në periferi të Roskovecit, i cili i përket zotit Hysen Agaçi, ish kryetari i njësisë administrative Suknji dhe ish nënkryetari i bashkisë Roskovec, me të cilin patëm një bisedë jo shumë të gjatë. Si jeni, zoti Agaçi? A mund të ulem? Uleni. Faleminderit. Unë jam Frar Derista, gazetar nga emisioni Piranjat. Të mbash një biznes pas një dokumentacion ligjor përkatës, duke shfrytzuar postin që keni pasur si nënkryetari i bashkisë Roskovec. Është e paligjshme? Unë ama me dhe që kam filluar punë, biznesin e kam transferuar. Biznesin me letra e ka vllai, nuk e ka Hyseni. Me leje mjedisore? Por e me të gjitha. Me sistem zjarrit? Po. Kontratë ligjshme? Po, me kontratë ligjshme. Është me lejë nga institucioni përkatës. Edhe për këtë jeni të sigurt. Në këtë ballafaqim të shkurtër që patëm me zotin Hysen Agaçi, kuptuam 2 gjëra nga ai. E para, biznesi është në emër të vllait të tij. Dhe e dyta, ai vë dorën në zjarr që aktiviteti është i pajisur me të gjithë dokumentacionin përkatës. Po mirë, me që është kështu po e besojmë, por për t'u siguruar mendojmë që më mirë të pyesim pak vërdall. Hysen Agaçi, ku ka këtë benzinon dhe se hedhin gaz për makina? E kam brapa, te kryqëzimi këtu, ku janë ato skodat. Këtë pikën e gazit Hysen Agaçit, ku është? Jo, 100 metra për parë. Hajde mas me të tregojmë. Biznesi i Hysenit, Agaçit. Hysenit është apo e vllait vet? Tu në fshat nuk besoj të ketë në një tjetër Hysen Agaçi, apo jo? Vetëm zotëria që ka qenë nënkryetar. Të gjithë në fshat e din biznes të Hysenit, jo të vllait të tij, cilin thuajse se njohin fare. Megjithatë, ne duam të jemi të sigurt, prandaj më mirë të pyesim punonjësin. Biznesi është i vllait Hysenit apo i Hysenit? Ai e ka ngarkim, vllai. Ai është në Angli, dhe Hyseni e ka pasur, po qenë në punë dhe dozoi edhe la vllai. Po qenë edhe të tia. Pra ka qenë e Hysenit, por e ka hequr nga vetja e tij dhe ja ka kaluar të vllait, sepse posti që do të merrte në administratën shtetërore nuk ja lejonte. Unë këtu rrihet edhe vetë Tu fle? S'ke frikë që fle ty? Pra të bombël të madhe gazi? Mos u befti thoni vllavi. A mjafton një lutje për të fjetur i qetë dhe i sigurt nga një bombë e rrezikshme fare pranë? Por rreziku nuk është i pranishëm vetëm për dhomën e vogël të rojes, sepse bombula e madhe e gazit është edhe pranë banesave. Tani të shohim pak se kush e ka këtë biznes dhe çfarë dokumentesh disponon. Më datë 15 shtator 2015, nga regjistri i QKR-s vërehet se biznesi ka kaluar në emër të vllait të zotit Hysen, pasi ky i fundi do të merrte detyrën e kryetarit të njësisë administrative të fshatit Suknji. Ndërkohë në sistemin e qendrës kombëtare të biznesit shihet se subjekti disponon NIP, por aktiviteti është i regjistruar tregtim bombulash gazi me pakicë. Mirë po, si qëndron e vërteta? A tregtohen bombula gazi me pakicë apo gazi lëngshëm me pakicë? Pasi janë 2 gjëra krejtësisht të ndryshme. Të kesh nipt për të shitur bombula gazi dhe të tregtosh gaz të lëngshëm është një lloj sikur të hapësh nipt për tregtim makinash, por në realitet të kesh karburant dhe të shesësh lëndë djegëse. Në pamjet që kemi regjistruar shihet qartë një bombulë e madhe gazi brenda rrethimit, e cila me sa duket shërben për të tregtuar gaz me pakicë. Sidoqoftë, më mirë të sigurohemi, prandaj provojmë ta dokumentojmë. Dhe shumë mbush pa gaz, Ta mbushim atë? E qartë tashmë që ky biznes nuk funksionon për shitjen e bombulave të gazit, por për tregtimin e gazit të lëngshëm, 2 aktivitete të ndryshme, pasi siguria dhe dokumentacioni që duhet të disponojë një biznes që merret me tregtimin e lëndëve djegëse nuk është i njëjtë me ato të një biznesi të thjeshtë që merret vetëm me shitjen e bombulave. Kushtet në të cilat punon ky zotër janë skandaloze, që tek tavolina e bukës dhe dhoma e ndenjes, të cilat janë pak metra larg bombulës së madhe të gazit, tek mungesa e veshjeve kundër zjarrit dhe tek telat e korrentit të varur në çdo cep. Duke rrezikuar jetën e tij, por jo vetëm, sepse përreth ka edhe klientë të tjerë. Pasi e mbush bombulën me gaz, punojnë si has vështirësi në montim, sepse dukshëm nuk është i profesionit. Më në fund gjithçka shkoi mirë, paguajmë lekët, por nuk marrim kuponin tatimor për shërbimin e kryer. një faturë kështu, a mundën se na duhet nesër na kërkojnë faturë kështu. Ja, po jem dora, se nuk kam. Thujet 12.000 lekë sa bundin.
Faleminderit. Ne paguam 12.000, por në faturë 11 janë shkruar. Sepse në paligjshmëri pronari ja fut shtetit, ndërsa punëtori pronarit. Por le të rikthehemi pak te pjesa e dokumentacionit. E kush mund na sqarojë më mirë se pronari historik i kësaj pike, zoti Hysén Agaçi? Me leje mjedisore? Por e me të gjitha. Në fakt jo të gjitha. Përgjigjen e parë morëm nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila më datë 10 shtator 2025 na informoi se biznesi në fjalë nuk e disponon lejen e duhur mjedisore për ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të gazit të lëngshëm. Me sistem zjarrit. Po, me kontratë lishme. Është me lejë nga institucioni përkatës. Edhe për këtë jeni të sigurt. Dhe përgjigjen e dytë e morëm nga institucioni përkatës. Në shkresën zyrtare që mban datën 19 shtator, Bashkia Roskovec na bën me dije se subjekti në fjalë ushtronte aktivitetin pa licencën përkatëse për tregtimin e gazit të lëngshëm, madje nuk rezulton i regjistruar pranë zyrës së tatim taksave si biznes aktiv. E thënë troç, nuk paguan taksa në shtet. Pik. Dhe këtë shkelje të rënd ligjore, bashkia e justifikon me mos identifikimin e subjektit nga inspektorët e tatim taksave, si dhe nga inspektori i parandalimit në sektorin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Të ishim në Amerikë do e besonim, ose thënë ndryshe do gënjenin veten duke thënë është vend i madh. Por të mos dish biznesin e kryetarit fshatit, për të qenë sinqert, nuk binda s'pak. Megjithatë, me një shkresë zyrtare në nënshkruar nga kryetaria e bashkisë, zonja Majlinda Bufi, na bëhet me dije se pas evidentimit të rastit janë marrë masa për ndërprerjen e aktivitetit dhe vijimin e procedurave të mëtejshme. Gjithashtu, kryetaria sqaron se ka vepruar me dorë të hekurt, duke marrë masa disiplinore ndaj punonjësve përkatës për neglizhencë dhe mospërmbushje të detyrës. Megjithatë, vazhdojmë të jemi disi mosbesues, sepse në atë vend aq të vogël, ku çdo kush di çdo gjë, si ka mundësi vetëm inspektorët nuk e din? Apo mos ndoshta lidhjet politike të ish kryetarit kanë qenë aq të forta, saqë askush nuk guxonte të afrohej në biznesin e tij? Sepse duhet sqaruar mirë që zoti Agaçi edhe pa funksion në administrat dhe i dal në pension, angazhohet politikisht si aset i vyer në kohë zgjedhjesh, jo vetëm në zonë, por edhe përtej kufive, siç ishte rasti i udhëtimit në Londër, takim në të cilin nuk mund të mungonte një foto e bukur e kryetares Bufi me dy vëllezërit Agaçi, ish nën kryetarin dhe pronarin me letra të biznesit të gazit. Sidoqoftë, përtej këtyre lidhjeve të forta me sfond politik, diçka arritëm të bënim në të mirë të sigurisë së banorëve të fshatit Suknji. Sepse zonja Bufi ka urdhëruar evidentimin e të gjitha objekteve që mbartin rrezik për rënje zjarri për shkak të aktivitetit që ushtrohet në to, si dhe premton marrje masash për forcimin e strukturave të inspektimit në terren dhe tatim taksave për të parandaluar dhe identifikuar aktivitetet e palicencuara. Me gjithë këto zjarre që kapluan vendin ton këtë vit dhe me gjithë këto biznese që operojnë me kafe e me miq për t'ju shmangur detyrimeve ligjore, kemi besim që kryetaria Bufi ta ketë marrë seriozisht situatën.